Po besoj që tashmë edhe kamermani po afrohet edhe po shkakton mjaft shumë telashe për qytetarët Ferizajat. Me është emisioni 05, jam në qytetin e Ferizajt. Emisioni 05 në rrjetet e tij sociale ka pranuar ankesa nga qytetarët Ferizajat. Jam këtu në rrugën Ahmet Kaçiku. Rruga më e qarkulluar, më e frekuentuar në qytetin e Ferizajt, e cila lidh komplet qytetin e Ferizajt. Jam këtu në hyrje të nënkalimit. Mesazhet tona është një grup e cila po besoj që tashmë edhe kamermani po afrohet edhe po shkakton mjaft shumë telashe për qytetarët Ferizajat. E sidomos gjatë mbrëmjes na kanë shënuar. Shihen palmjet dhe është hera e dytë, so kemi informacione që është kjo gjendje kështu. Një kohë më parë është rregulluar paksa mirë, po nuk ishte afat gjate. Drejtor, përshëndetje. Përshëndetje për juve. Fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën nga emisioni 05. Knatësi më bëni. Drejtor, kemi pranuar disa kërkesa, disa ankesa realisht nga qytetarët Ferizajat, bëhet fjalë për rrugën Ahmet Kaçiku. Në hyrje të nënkalimit kemi hasur edhe ne që e vizituam në disa probleme rrugore. Na trego ajo rrugë, siç kemi informacione, është rregulluar para një kohe, mirë po prap ka telashe. Atëherë faleminderit shumë për juve, do të si zakonisht është gjithmonë ka kërkesa për rrugë, Ferizaj çdo ditë më shumë ndërtohet dhe po bëhet me rrugë të reja. Aty ku ka rrugë të reja ka dhe prishe, ka grupa të ndryshme, po është e vërtetë që është një grup në fillim të nënkalimit në rrugën Ahmet Kaçiku. Ne kemi një kompani të kontraktuar që mirë me mirëbojtjen e rrugëve, kompani e cila qysh prej ditës sonë ka filluar në rrugë ku i kemi pak më gjendjen e rëndë të rënduar me grupa. Edhe kjo qysh nesër ose mas nesër deri të shtunë do të kjo grup në rrugën Ahmet Kaçiku të po flasim, do të rregullohet, do të jetë në gjendje të mirë për çarkullim. Domethënë sot është e enjte kur po xhirohet kjo edhe premtoni që deri të shtunën. Deri të shtunën në orën mbrëmje, do të në orë të përfundimit të orës do të përfunduar do të ajo grup. Për arsye se sot ku ne po flasim sapo erdha për terrenit, jemi duke punuar në rrugën Mohavs për Lezhë Alive të Magjistrale kur aty veç kanë filluar punimet, do të vazhdohet në rrugën e Rrethshokut. Prej se të përfundon aty dhe do të vazhdohet në Ahmet Kaçik, në rrugë të Neredhimës dhe në rrugë të Rahovicës. Aty ku ka logje, ku ka grupa, besojmë që brenda 60 ditë do të rregullohen të gjitha ato në komunën e Ferizajt. Brenda 60 ditëve. Brenda 60 ditë do të rregullohen gjithë për shkak se e dim në kohën e fundit kemi pas gjendje atmosferike, nuk ka qenë në kohën më të mirë. Edhe kjo na ndalon nga ngadalson punë, na shtyn orarin e punës. E dim se pas do të bore, pas do që kemi rreshtet borës dhe ka dhe grupa, lindin grupa të reja, dolin grupa të reja, mirë po ne do të në afat prej 60 ditëve që kemi para po me kompaninë, takim që kemi pas me ta, ata premtojnë që do të kryejnë gjitha punimet e tyre. Në rregull, po e thu 60 ditë për të gjitha rrugët. Të gjitha rrugët ku ka grupa, ku ka sanem, aty do të rregullohen në mënyrë mirë dhe do të në brenda të afatit prej 60 ditëve. Drejtore, përmendë rrugën e Muhovcit. Po për këtë, a kemi ndonjë datë saktë apo? Rruga Muhovs, që po flasim për rrugën e Muhovs, do të ajo është vetë ka filluar, mbresëm 2-3 ditë ose 4 ditë më shumë të përfundojë ajo komplet. Në rregull, emisioni 05 do e përcjell edhe rrugën Ahmet Kaçiku, edhe atë të Muhovcit dhe gjatë javës sashme besoj do takohemi përsëri. Inshallah takohemi në sukses dhe në rrugë mira, mirë për çdo do të jenë të kënaqshme të pritshme që i kemi dhënë edhe sot.